Në Shkodër është kremtuar mbrëmjen e së premtes Ulla e Kryqit, e cila simbolizon vuajtjen e Jezusit deri në ditën e ringjalljes së tij. Ulla e Kryqit nisi nga katedrali e Shkodrës me ndalesën e fundit tek varresa katolike të Armajit, vendin në të cilin martirët e kishës katolike u ekzekutuan nga regjimi komunist. Në fjalën e tij arkiepeshti i Shkodrës, Imzo Giovanni Peragjine, tha se me anë të kësaj ulle kemi mundësi të zbulojmë sa e madhe është dashuria e Jezusit për ne, pasi nuk është e lehtë të dëshmojmë që jemi dëshmitar të Jezusit. Çdo herë që meditojmë, bëjmë udhën e kryqit, meditojmë çfarë Jezusi ka pësuar për ne, kemi mundësi të zbulojmë gjithmonë më tepër sa është e madhe dashuria e tij për ne. Deri në cili pikë Jezusi na ka dashur. Na ka dashur plotësisht, na ka dashur deri në fund. Por edhe sonte nuk kemi qenë vetëm spektator, kemi qenë dhe jemi dishepujt të Jezusit. E mos harrojmë që si dishepujt të Jezusit, si të krishterë, ne lirisht kemi pranuar të ndjekim Krishtin. Lirisht. Një liri që duhet vazhdimisht të repërtërisim, duhet vazhdimisht vendimet. Nuk është e lehtë të dëshmojmë që jemi dëshmitar të Jezusit. Nuk është e lehtë të shpallemi që jemi të krishterë, por është e mundur. Sonte në këtë udhës së kryqit kemi shkelur, mund të themi, rrugët që shumë martirët kanë bërë për të arritur në këtë vend, kur kanë qenë pushkatuar, kur kanë frijuar jetën e tyre pikrisht për shkak të Krishtit, për besimin e tyre. Atëherë është e mundur. Ata nuk kanë qenë spektator, por në të vërtetë nxanasit të Jezusit deri në fund. Kemi kaluar vetëm një pjesë e qytetit. Por simbolikisht, Krishti ka kaluar në çdo vend, në çdo shtëpi. Pranojmë Krishti në shtëpinë tonë, në familjet tona. Ai hyn brenda, na prek. Kjo është shpresa jonë. Kjo është ringjallja e Krishtit, kjo është festa e Pashkëve që do të kremtojmë. Nuk kemi vetëm, ai gjallë jeton me ne. Në kremtimin e udhës së kryqit, besimtarët u lutën për të afërmit dhe një të ardhmë të mirë.